Komisioni i Punëve të Jashtme ka miratuar propozimin për emërimin e Ermal Dredhës si kryetari të Bashkisë së Vlorës si ambasador të Shqipërisë në Zvicër. Ky propozim tani është kaluar presidentit të Republikës për miratim të mëtejshëm. Dredha emërohet zyrtarisht në detyrë nga presidenti Begaj, jo më vonë se 30 ditë nga propozimi i qeverisë. Ish kryetari i Bashkisë së Vlorës doli gjatë kësaj të marte përpara Komisionit për Europën dhe Punët e Jashtme për të prezantuar edhe platformën e tij. Dredha theksoi se ishte thellësisht mirënjohës për besimin dhe mundësinë për të kontribuar në forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve dypalshe, si dhe në përfaqësimin me dinjitet të interesave të vendit tonë. Zvicra ka qenë një ndër partnerët më të qëndrueshëm të Shqipërisë në 3 dekadat e fundit, me një kontribut zhvillimor që ka ndihmuar forcimin e institucioneve, decentralizimin dhe zhvillimin ekonomik vendor. Sa i përket marrëdhënieve dypalshe, do të punoj për forcimin e mëtejshëm të dialogut politik dhe institucional mes dy vendeve, duke ruajtur dhe shtuar ritmin e kontakteve të nivelit të lartë dhe duke thelluar bashkëpunimin në fushat e sigurisë, menaxhimit migracionit, rendit publik dhe mbrojtjes civile. Zvicra ka qenë një partner e qëndrueshme në mbështetje të reformave tona institucionale dhe forcimit qeverisjes demokratike, një partneritet që duhet thellohet më tej përmes një dialogu të rregullt dhe pragmatik. Në këtë drejtim do të synoj të përfshi edhe kontaktet drejt për drejta mes institucioneve vendore, përvoja ku Zvicra ka dhënë modele të suksesshme të qeverisjes lokale dhe transparencës publike. Do të angazhohem për realizimin e vizitave të larta shtetërore mes dy vendeve tona për t'i çuar në nivelin e dur, pse jo për kontribuar në forcimin e mëtejshëm të marrëdhënieve midis dy vendeve tona. Sa i përket marrëdhënieve ekonomike, Zvicra është një nga investitorët kryesor në Shqipëri. Gjithashtu edhe me një kontribut të qëndësishëm këto 30 ditët e fundit sa i përket e kontributit të pjesa e donacioneve apo granteve në shërbim të politikave zhvillimore në vendin ton, duke u bazuar në disa shtylla shumë të rëndësishme, siç mund të jetë edhe pjesa e qeverisjes vendore, që ata kanë dhënë një kontribut shquar sa i përket reformave që ne po zhvillojmë, transparenca në qeverisje, dhe patjetër pastaj edhe në politikat e zhvillimit sa i përket investimeve në energji edhe sektor të tjerë të rëndësishëm në vendin tonë. Patjetër duke mos lënë pa përmendur këtu edhe kontributin që mund të jetë dhënë te pjesa e reformave në fushën e bujqësisë. Sa i përket shkëmbimit tregtar, mund të përmendim këtu që nuk është në nivelin që ne duam, por patjetër prioriteti i mandatit tim do të jetë intensifikimi i shkëmbimeve tregtare, përmes lidhjes kontakteve dhe bizneseve, organizimit të forumeve ekonomike dhe krijimit të urave të reja të bashkëpunimit mes dhomave të tregtisë midis dy vendeve tona. Deputetët e vlerësuan vendimin e qeverisë për të dërguar në Zvicër një diplomat të këtij niveli, duke cilësuar Ermal Dredhën si një nga emrat më të përgatitur në shërbimin e jashtëm shqiptar. Ermal Dredha ka mbajtur postin e kryetarit të Bashkisë së Vlorës prej vitit 2023 deri në shtator të këtij viti, ku vendosi t'i abdorëheqen. Ndërkohë nga viti 2016 deri në vitin 2023, Dredha ka shërbyer edhe si ambasador i Shqipërisë në Emiratet e Bashkuara Arabe, ndërsa më herët ka shërbyer edhe në Itali si konsul i Shqipërisë në Bari.